Po të shikosh ka një grafik në mënyrë se si punon SPAK-u. Dhe grafiku është mujor, pa çdo muaj ka një që të mbajë. Apo do të sërojmë të momentin e fotos që Jo, pastaj për 2 minuta. Edhe përveç se kësaj pjesës ka një gjë. Gjithmonë operacionet e forta bëhen kur ka zhvillime të forta politike. Është një koincidencë frikshme. Romiri që ndjek gjithmonë, është i përditshëm atë si redaktor, mund të ma konfirmoj më saktë gjë. Sa herë ka zhvillime politike të vjen një dosje, gjithmonë një hetim në SPAK, i cili mund bëjnë në çdo kohë, se në fund është një hetim historik. Pra është hetim për ngjarje që ka ndodhur në epokën e Sky. Sky është 2019, pra korrik 2019, mars 2021. Pra të gjitha hetimet e rëndësishme që kemi ne, janë hetime që përkojnë me ngjarje dhe zhvillimet të asaj kohe. Pra 2019, 2021. Dhe ky është një hetim i cili thash sigurisht mund të bëjë edhe më përpara, mund të ishte finalizuar edhe më përpara. Edhe unë vetë kam besuar që ata po kërkojnë prova, shtesë për të dokumentuar shumë ngjarje të tjera, sepse Durrësi është po e quaj një kënet e krimit organizuar, por është një rezervat atje që ka aq shumë ngjarje të rënda, të pazbuluara, sa nuk e di sa platforma të tjera vetë Sky do duhen për të kuptuar se çka ka ndodhur në atë zonë. Dhe për sa kohë do të jetë porti më i madh i vendit, pra edhe pozita strategjike që ka Durrësi e bën ata shumë të rëndësishme. Në rastin konkret ata e kanë kombinuar, po e me disa elementë shumë interesante. Janë marrë me një nga problematika më të mëdha që ka Durrësi, pra përveç ngjarjeve kriminale, janë marrë me pronat në zonat më të mira që ka vendi pra turistike. Me abuzimet, me prona, me tjetërsimet, me presionet. Dhe aty bashkë me të radhë kanë bërë këtë lidhje. Bashkë me grupet kriminale, kanë futur pjesëtarë të administratës shtetërore. Pa ta zbët, pastaj përveç pjesëtarëve të administratës, sepse sistemi është piramidal, aty pastaj janë futur pjesëtarë apo familjarë të personazheve të rëndësishëm. Në rastin konkret, pra, rana e kaluar më i mend që ishte Çyrbja, pra deputeti ish drejtori i hipotekës Durrësit, të radhë kanë futur vllajën e deputetit të ri që nëse njihshim, me këtë rast njohëm dhe deputetin, se nuk e njihnim pra deputetin e ri. Dhe nga ana tjetër, personazhet që ata janë munduar të përfshihen, janë të njohur edhe për shkak edhe të implikimit tyre që kanë patur në zgjedhjet, në fushatat zgjedhore. Ku kryesisht, sado që të mundohen ata, edhe pse mund të kenë një të kaluar që rrjedh nga e djatha, ka gjatë sa kanë qëndruar në pushtet kjo qeveri që është sot, i ka bërë ata që të gjejnë dyert kanalet e duhura për të qenë pra në rrym dhe për të qenë në drejtimin nga Frynera. Është shumë e rëndësishme për të parë deri ku do të shkojnë, po të shikosh në vetvete ngjarjet përveç asaj vrasjes, ato titërsimet e pronave, pra aty flitet për disa 10 hektar, nuk po e përcaktoj. Po kur kujtoj që vetëm një vendim gjykate, ai gjyqtari i Vlorës që s'është zbuluar sot, Askilet Konomi, që është atentati më i frikshëm që mendoj unë që i ka ndodhur në një sistemi drejtësisë deri tani. Pra atentat reale, ata atentate kështu presione ku diun, edhe janë dorëzuar edhe janë gjynjëzuar me po ai ishte një, pra vetëm në atë rast bëri fjalë për të paktën 3500 hektar. Dhe ishte kjo fash nga Kepi Rodonit që zbrisej deri poshtë në qerret të Kavajës. Te kjo e Durrësit sot. Si ka mundësi që asnjë drejtor hipoteke nuk është arrestuar, se i bie që Rumi pas ka firmos vetë dokument. Shikoj, ngjarjet në Durrës kanë qenë shumë interesante. Feudal. Pra, te hipoteka Rumi s'ka qenë drejtor hipoteke. Hipoteka se ti duhet të kesh e mban mend se ta nëse kanë arrestuar Rumin si drejtori hipoteke dakord, po firmos ka drejtori hipotekës. E mban mend se ti ke qenë i ke drejtuar ngjarje. Mban mend atëherë që është denoncuar që u futën me pistoleta vajtën nga Tirana e vun pistoletën në kokë drejtorit të hipotekës? Po. Pastaj i vajtën drejtorit të hipotekës te shtëpia në Shijak? Pra, drejtori i hipotekës ishte ky deputeti që është mburë.